Bibla na thot sigurisht që Zoti është një Zot që është transcendent, është fjala teologjike që përdoret dhe filozofike që është jashtë kësaj bote, i jashtë këtij realiteti. Por gjithashtu Bibla përdor një fjalë tjetër që Zoti është imanent, që Zoti është brenda në këtë botë, është imanent në kohë, që Zoti pra ka ndërhyrë në histori dhe është prezent me njerëzit, është imanent në aspektin e hapësirës, dhe Zoti sigurisht ishte në formën më të plot, Zoti ndërhyri në historinë e njerëzimit, ndërhyri kur vetë erdhi në tokë dhe u bë njeri përmes kryqit, përmes Jezus Krishtit. Dhe pas kryqit, Krishti premton që unë do jem me ju çdo ditë deri në mbarim të botës. Pra nocioni që deizmit, që Zoti e ka krijuar dhe e ka lënë botën, si thua, në rrugën e vet të lirë, është një nocion plotësisht jo biblik. Zoti është i përfshirë në punët e njerëzve, është i përfshirë në jetën e njerëzve, edhe e shikon për qasjet e njeriut, vuajtjet e njeriut, sigurisht duke qenë prezent.